Edi Rama ishte ai që rifreskoi më shumë skuadrën e tij për parlamentin e ri. I bindur se do të marrë mandatin e 4 për t'i përcjell një mesazh të qartë Bashkimit Evropian se Shqipëria është gati për antarësim, Rama vendosi që 24 nga deputetët e tij të 21-shit të mos i rikandidojnë më. Ata u zëvendësuan me emra të rinj, kryetar bashkish dhe drejtor. Vetëm 13 ministrat e qeverisë aktuale janë pozicionuar në pjesën e sigurt të listave, por në kushtet kur edhe një votë vetme nominale më shumë të nxjerr deputet, lufta brenda llojit është bërë e ethshme. Për këtë arsye, kryeministri u ka dërguar mesazh kandidatëve të tij të mos fusin hundët në zonat e tjera elektorale, përveç atyre që u ka caktuar drejtuesi i qarkut. Po ashtu i ka ndaluar edhe kandidatëve në listë të sigurt të kërkojnë vota për kolegët në listën e hapur. Ndërkohë, përballjen me Sali Berishën po e bën nëpërmjet videove me simbolika, duke shmangur edhe për këto zgjedhje një ballafaqim sy më sy në ndonjë studio televizive. Publikimi i programit elektoral të PS-s vetëm të premten i dha mundësinë demokratëve të akuzojnë Ramën për kopjim të ideve, përveç se po bashkëpunon me krimin. Por kjo gjë duket se nuk e shqetëson kryeministrin. Ndërkohë, partitë e vogla që synojnë të marrin pak nga hisja elektorale të mëdhenjve, pa disin njëra tjetrën për shpifje. Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj do të përballen në gjykatë përveç se në shesh betejën e 11 majit. A është realisht kaq i pashqetësuar Edi Rama nga këta opozitar saq po shfaqet? Apo kokçarja e tij e vetme që mund të sjellë një dëm real është SPAK, që prej kohësh i ka forcuar pozitat në opinionin publik? Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur edhe këtë të martë në Quo Vadis. Në pjesën e parë të emisionit jemi me një socialist vjetër, me ish ministrin e financave, zotin Arben Malaj. Zoti Malaj, mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni në Quo Vadis. Të vjetër në kështu, në karrierë. Në kronologji kohore, po gjithmonë të rinë në zëmët për socialiste ndershëm. Kanë ngelur shumë socialist në listat e Parti Socialiste? Nuk them thjesht në lista, unë them si sinergji pozitive, antarë dhe mbështetësit edhe administruesit e Parti Socialiste janë të shumët. Fatkeqësia është që pakica përfaqësuese të tyre është problemi real që ka Shqipëria dhe vetë Partia Socialiste. Janë socialistët nga ata që pavarësisht se sa të përfaqësuar janë në lista shkojnë në ditën e votimit për ta dhënë mbështetjen për logon e partisë? Kur vin puna tek gjenerata e vjetër, cilët janë votus konservator, qof majta, qof djathas, po. Sfida është tek të rinjt, por beso se ka një deformim të brezi i ri, pasi fatkeqësisht në tërësinë e politikën shqiptare, brezi i ri tani është i joshur vetëm nga përfitimet afat shkurtra, dhe këto i marrin vetëm kur janë pranë liderëve qendror dhe lokal. Pra nuk kemi një bërtham të mirë të rinjsh në partitë politike që të gatshëm për të bërë ndryshime çdo kosto. Më shumë është ajo shpreha u gjeta në kohën e dur, pra njeriu të dur për karrierën e duhur. Është dhe sistemi që e favorizon këtë lloj servilizmi në thonjza? Unë përgjegjësi më të madhe ja vë leadershipit, sepse konturimi i modelit politik të një partie politike kushtëzohet nga vizioni dhe nga përgjegjësia që ka lideri. A kërkon ai një pushtet absolut dhe të pakufizuar, dhe për këtë i duhet të josh, sepse në kohët moderne të rrjeteve sociale shumë e vështirë ta penalizosh një njeri në mënyrë vulgare. Pra ne shohim rrugën e joshjes, promovimin pas një eksperiencë, promovimin në mandate politike dhe qeverisë, që është një përgjegjësi e jashtëzakonshme duke mos pasur asnjë eksperiencë dhe të merresh nga një post i zakonshëm. Për shembull, për të qeshur një rast që e kryeministri, tha më kritikoi 2 herë në telefon, tha më pëlqeu, tha se ishte kritike, tha e mora nga Partia Demokratike dhe futa te Partia Socialiste. Ose në listë e Tiranës, janë disa të rinj që unë i njoh. Po, dua të ndalem te lista e Tiranës. Si ju duket lista e Tiranës? Që kanë qenë disa parti politike djathtas. Po. Tani janë joshur kanë ardhur djathtat majta. Pavarësisht çfarë thon ata që po e bëjnë të sakrificë. Populli shqiptar është popull i mençur, thotë nuk bëhet bukë mirë me miell hua, sepse ai që është mësuar ti nga një parti në tjetrën, të nesër ikën prap. Por ti duke promovuar nga këta, ke vrarë shpirtërisht gjithë ata që janë përkushtuar në mënyrë graduale për të promovuar të majtën progresiste.
dhe është një përgjegjësi e madhe. Nëse ti e bën këtë për të fituar sa më shumë numra, se sa më shumë deputet, ti je i bindur që ata nuk do marrin votat që kanë marrë kur kanë qenë me PSD, me Partinë Demokratike, me LSI ose me partitë tjera. Mos t'i gënjej mendjas. Bëhet kjo për të vrarë kundërshtarin sa më shumë, apo për të dhënë në publik idenë që ne po ja u marrim edhe ato kokra që kanë? Jo, e para që s'është korrekt është që ne po demokratizojmë Partinë Socialiste duke marrë edhe nga kundërshtarët politik, që s'është gjë normale. Thelbi vërtet është që të marrim sa më shumë nga çdo parti politike dhe nga çdo individ që na jep ca vota shtesë. Por ato do jenë minimale, nuk do ta përcaktojnë ato rezultatin Tiranë. Ne këtu do jemi, do t'i shohim shifrat. I djeg shpejt Edi Rama këta kandidat që i merr nga forcat e tjera politike? Unë besoj që po, jo vetëm nga forcat e tjera politike, por edhe nga ta që i heq nga një karrierë, i merr te Partia Socialiste një mandat dhe pasaj, sepse ka të bëjë me kredibilitetin. Unë çuditem më shumë që thonë antarë të apo nuk e gjejnë ata veten? Unë që dite më shumë që ju si analist toni, si u hoqë këj ministrë, se se dinte fare që do hiqej. Po mirë, ju vetë e dini që ai ministrë kur është vënë nuk e dinte që do vijej. Ndodh kështu që nuk e din? Po ashtu thonë. Okej, si u duk listë e Tiranës? Për te i këtyre emrave që kanë bërë këtë kapërcimi nga një forcë politike në një forcë tjetër dhe kanë besuar të vizioni Edi Ramës në sekondat e fundit? Kanë besuar të esapet me Edi Ramën, jo të vizioni me Edi Ramën. Dhe kjo do duket e vërtet pak më vonë. Jo, po t'ishte për vizion, ata do t'ishin më të përgjeshëm. Tani dalim të pyetja juaj. Po, te lista e Tiranës dhe te shumë emra të rëndësishëm, në pjesën e hapur. Në këto lista, jo vetëm në Tiranë, por në përgjithësi në Shqipëri kemi dy grupe. Kemi listën e mbyllur edhe listën e hapur. Listën e mbyllur ka dy grupe. Ministrat që Rama ka dashti cimentoj si pjesë e ekipit tij politik. Aty ka të ministra që s'kan asnjë kontribut për të majtën, as e din që është e majta, as nuk e kuptojnë ekonominë e vëndit e aq më pak ekonominë sociale të tregut. Janë përzgjedhje individuale, është mungesë përgjegjësie ndaj partisë politike, nuk është një modernizim i partisë, dhe tani është grupi tjetër ku janë njerëzit cilët kanë kontribuar dhe janë të rinjt. Tek të rinjt ka emra pozitiv, që unë nuk po ndalem dhe unë i admiroj, edhe në Fierë, edhe në Vlorë, edhe në Tiranë, dhe pa tjetër ata do t'jenë në rrugtimin e tyre. Por është si në futboll, ekipet janë më suksesshme kur i marrin lojtarët e mirë nga akademitë e tyre, jo kur i blejnë në treg. Dhe Partia Socialiste e ka një akademi. Por kur vjen puna për të zgjedhur, përzgjedhja është spontane dhe është vetëm me liderit partisë, nuk ka asnjë strukturë tjetër. Nuk është e drejtuesve të qarqeve? Asnjë, të gjitha janë gjëra që nuk ekzistojnë në një themel Partinë Socialiste. Unë shikoj emrat që promovohen, unë di që ndrimet që kanë kritike që kanë struktura në bazë. Tani vim tek një krizë që Rama kujtua sot për të nisur SMS deputetëve, qoftë listat mbyllura dhe qoftë listat hapura. Unë njoh kolegë të Partisë Socialiste në listat e Tiranës. Të hapura. Të listat e hapura. Pavarësisht se çfarë thot Rama, ajo që po ndodh në një grindje të brendshme, që vin nga shqetësimi real i figurave që kanë pasur histori në Partinë Socialiste, po e filloj me Erion Braçën, po e vazhdoj me Paneli Majkon, po e zgjatoj me Mimi Vatën dhe të tjerë, këta ministra që ndihen të përgëdhelur, duke qenë se kanë pushtet administrativ për të bërë ndere abuzive, janë sulur tani që pjesa e vjetër të spastrohet dhe të marrin sa më pak vota. Dhe Rama e ka marrë këtë sinjal. Se si do përfundoj kjo, por kjo luftë është e vërtet, përderisa kryetari i partisë. Nuk e dinte Rama që do të funksiononte kështu kur i vendosin në këtë listë? Unë besoj që gjithë skema... Për shembull, hoqi Erion Braçën nga një qark që e kishte gati sikur edhe po të ishte në listë hapur, siç ishte qarku i Fierit. Për shkak të raportit personal që jo vetëm që e kishte sigurt, por ishte deputeti tipik që kur fliste në parlament fliste për problemet e zonës. Nuk fliste për gjeopolitikën. Do thosh, ky është probleme të vëshën, ky është probleme pesticidet, ky është probleme farat, ky është probleme dëmtimet, kështu që ishte një njeri që e kishte fituar besimin, e kishte fituar duke e mbrojtur çdo ditë mandatin e tij në shërbim të atyre. Kështu që Majko ka kontributet e tjera në historinë e Partisë Socialiste. Pra, ideja e Ramës që Partinë Socialiste do ja jap një ekipi të ri, justifikon edhe këtë luftë që bëhet për të vjetrit.
Pra, hapi pari pastrimit në listë hapur dhe hapi dytë, sulja ministra me pushet absolut, që këta të pajnë sa më pak dhe që Partia Socialiste sipas të Ramës të shkoj gjithnjë në duar të reja. Por kjo nuk është dinamika zhvillim e një partie politike. Partia është një organizëm i gjallë. Pra, do ketë harmonizim të rinjve, me të vjetrit, të mirë arsimuarve, me ata që kanë reputacion publik në zonë dhe i përgjigjen në zonës, nuk mund t'jenë kalkulimin të avalin. Do heqim atë dhe pasaj do themi që Partia Socialiste ju dha një brezit të ri. Kush ja jep? Kush ja jep një brezit të ri? Duhet të jap antarësia. Antarësia nuk dëgjohet fare pra zgjë dhe... A duhet të dilte Rama në lista hapur në këndvështrimin tuaj? Unë besoj që Rama tha një që të dalë në lista hapur, por nuk e dha sqarimin pse u tërhoq. Pse u tërhoq. Ka një gjë që duhet sqaruar, dhe është mirë që edhe këta ministra që usulen, si thua figurave kryesorët Partisë Socialiste, që nuk mund të quhen të vjetër, nuk ka në politikë të vjetër. Në politika aktiv ose jo aktiv. Ju e njihni politikën në Itali. Ata janë senatorë dhe antarë, janë 80 vjeç, 90 vjeç. Në Kongres Amerikan, Pelosi është 80 sa vjeç, 90 vjeç. Kështu që nuk ka, ose shefi demokratëve në Kongresin Amerikan. Dy kandidatët për president ishin 80 vjeç. Po themi për bërthamën e partisë. Dhe lufta kundër të quhet gjaketat vjetra, ishte lufta kundër individëve që nuk i nështronte dot Rama. Se nuk ishte vjetër Arta Dade. Ka ngelur shumë pak gjaketat vjetra në Partinë Socialiste? Problemi që na shqetëson është që ka më shumë gjaketat të lyrosura nga babzia. Pra, ajo që shqetësuese për Partinë Socialiste dhe për spektrin politik shqiptar nuk janë gjaketat e vjetra. Rama e ka dhënë një shpjegim, dhe tha nuk dua që të marr vota unë personale, sepse të gjithë do më votojnë mua në raport me pjesën tjetër. Bën sens si një argument? Shiko, tani një lider kur ulet e bën ekipin dhe bën filozofin, i mendon gjërat. Ishte Rama para 2 ditësh që tha të kundërn dhe pastaj pas 2 ditësh ndryshe. Kështu që kjo minimalisht është mungesë organizimi strategjik. Të ndryshosh mendimin çdo ditë, një ditë e të thuash sot dua në listë hapur e pastaj nesër po shkoj listë mbyllur. Do shta ka dhe ndonjë mesazh, jo thjesht Rama, por e gjithë politika shqiptare nga fakti që të huajt imponuan atë që nuk është e zakonshme, që ngritë një strukturë hetimi kundër krimit zgjedhor. Mendoni ju që do të funksionoj? Jam i bindur që do të funksionoj, sepse e para ka një histori të hidhur, dhe Bashkimi Evropian gjithmonë edhe organizatat ndërkombëtare ka thënë që edhe në fitore që janë bënë në mandate që ka qenë Rama që ka krim zgjedhor, ka pas dhe hetime deri në SPAK. E dyta ka një... Ato se të nxehta të cilat po thuaj se ka ngelur gati të paprekura. Tani, kur u bë kjo strukturë, Rama e kritikoi personalisht dhe disa ekspert afër të majtës e quajtën sigurisht e një Big Brother. Dhe pse po bëhet? Dhe pati 2 mesazhe. Një mesazh erdhi nga zoti Dumani, që tha, kush nuk shkel ligjin, s'ka pse të ketë frikë nga kjo. Dhe e dyta, mesazhi më i fortë edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Shqipëri, që kjo strukturë është e domosdoshme sepse Shqipëria ka probleme të trashëguara të krimit elektoral. Për mua, kjo krijon një premisë pozitive. E para, unë nuk besoj se do t'i trëm kaq shumë ata që do bëjnë krim ekonomik, sepse dënimet në nivel politik për krim ekonomik ka qenë të vogla, por duke qenë një strukturë shumë e specializuar, ajo mund të godas dhe po goditi do godas më shumë majtas, sepse realisht pushteti është më abuzues. Ja një minutë, dhe po goditi majtas do të arëzoj ëndrën e Ramës për të marrë 100 deputet. A ishte Rama që premtoi që do merrte 100 deputet? A mund të realizonte Rama? Kurrën e kurrës. Po përse i duhej Ramës 100 deputet dhe pse i bëri referencë me 1997 për ndryshimin e kushtetutës? Sepse njerëz pranë Ramës dhe ekspert vendas dhe të huaj, duke përfituar nga përgëdhelja që i bëjnë Ramës, e kanë bindur që është i dërguar i Zotit dhe mund ta ndryshojë edhe kushtetutën dhe ta bëjë Shqipërinë nga republikë parlamentare në republikë presidenciale, gjë që s'do të arrijë dot. Shumica e dytë që kanë merak të huajt është kërcënimi që ju bë SPAK dhe reformën e drejtësisë me komisionin parlamentar. Mirë, po që të ndryshosh kodet, duhet një shumicë e cilësuar, që Partia Socialiste një vetme nuk e arrin dot kurrë. Dhe duke qenë se nuk e arrin dot kurrë dhe do ketë dhe risku në hetimeve për zgjedhjet,
atëherë do të jemi pranë një shumice të thjesht në limitet caktuara, sepse edhe partitë e vogla nuk besoj se do të jenë faktor elektoral. Zoti Xhafaj është një tjetër, meqense përmendur komisionin, është një tjetër, një emër i rëndësishëm në listën e hapur. Patjetër. Zoti Xhafaj shaqi zoti që s'ka nevojë asnjë tjetër, ti thotë të mirat e mëdha që i ka bërë demokracisë shqiptare dhe Partia Socialiste. Kështu që unë nuk po ja cënoj. Zoti Malaj, mendoni ju që shkon e sigurt Partia Socialiste drejt një mandatit të 4? Unë besoj se probabiliteti pasysh nga vretet unë i kam se më vim se të vendim, nuk e kam braktisur, edhe mund të kisha ikur, dhe më vin keq që gjitha indekset ndërkombëtare pasirojnë një përkeqësim të qeverisë së vendit tonë. Pasysh nga ngjyrat e batoniane që përdor media për të justifikuar çdo gjë që thot Rama, duke paraqitur si një mrekulli që na ka dërguar Zoti. A funksionon në elektorat tek qytetarët, qoftë edhe te elektorati gri, karta e antarësimit në Bashkimin Evropian që kryeministri Rama premton? Dhe sa i realizueshëm është ky premtim? Unë kam studiuar për integrimin evropian që në vitin 2005 një vit në Universitetin e Harvardit, cila do të ishte ardhmja e Ballkanit Perëndimor në raport me Europën. Dhe kam 25-30 vjet që jam lektor dhe autor teksti për integrimin evropian. Përdorimi i një prioriteti kombëtar për një përfitim elektoral, partijak edhe personal është një deformim i madh që i bëhet zhvillimeve të ardhshme politike të vendit. Rruga europiane e Shqipërisë është e përcaktuar njëherë mirë. Ajo që ka drejt Rama është që ka një situatë ndryshe, që bota duke mësuar nga kriza në Ukrainë, është Bashkimi Evropian është duke menduar për ta përshpejtuar zgjerimin. Procesin. Por zgjerimi do të jetë në grup, nuk do të jetë një nga një. Dhe duke qenë se në fjalimet e Ramës ka shumë disinformim për faktor dhe hapat e integrimit, dhe ne themi sepse kam punuar në Komisionin Parlamentar të Disinformimit, e vetmja këshill për ta kuptuar disinformimin është të verifikosh faktet. Tani, Rama thotë që ne parakaluam në Maqedonia e Veriut, apo jo? Po. Maqedonia e Veriut, ti e parakalon kur esin të dy, edhe ti del përpara. Maqedonia e Veriut ka 20 vjet që shinat e trenit të saj kanë dalë nga rruga. I nxori Greqia që detyroi. Për shkak problemeve etnike. Jo, për shkak të kushtëzimeve që ka bërë Greqia, që detyroi deri me kushtetutën, dhe tani qëri me lev në dorë politika dhe diplomacia bulgare për t'ia nxjerrë shinat, sepse kërkon dhe ajo ndryshim në kushtetutë për atë. Pra ti ke parakaluar një tren që ka qenë i prishur. Okej. Çfarë merite ke ti që parakalon një tren që është i prishur? Po është e realizueshme ëndra europiane e Shqipërisë për 2030? Nuk ka të bëj fare me Ramën. Nuk ka të bëj se kush është kryeministër. Fare. Ka të bëj me Bashkimin Evropian që janë të hapur për të pranuar vendet e Ballkanit. Ka të bëj me inspirimin kombëtar të shqiptarëve, që në të gjitha testet që bën Eurobarometër janë kombi, dhe do ta sqaroj pse them kombi, me mbështetje më të madhe për të ardhmen evropiane. Lideri ka kontribute, siç ishte lideri në Kroaci, që ai ishte një vend nacionalist, dhe kryeministri kroat e kaloi në një vend të hapur, mendje hapur për evropianët, për Europën. Megjithëse ai vet, për shkak të një korrupsioni, është në burg. Dhe në këtë aspekt, ne kemi avantazhe natyrore që si ka bërë as Nano, as Berisha, as Meta, as Rama, të cilat na favorizojnë. Ne nuk kemi konflikte etnike, ne nuk kemi konflikte fetare, dhe ne jemi vendi me mbështetje më të madhe për integrimin evropian. Kur thash si komb, për shembull, nga testimet që janë bërë nga Eurobarometri, në Maqedoni, shqiptarët votojnë për të ardhmen evropiane shumë më tepër në përqindje se vetë Maqedonas. E njëjta gjë dhe në Malin e Zi. Pra ne jemi si komb. Problemin do të ishte nëse e kishte erën kundër me popullin e tij dhe ai bëri një kontribut të jashtëzakonshëm. Po që ne jemi duke ecur drejt Bashkimit Evropian dhe ky thotë meritën të ta marr vetëm unë, se po e bëj unë, jo. Në asnjë mënyrë. E kuptoj. Është i favorizuar Rama për shkak të një opozite gjysmë të përçarë, gjysmë të burgosur. Të burgosur në sensin sepse Ilir Meta është në burg, nuk është fenomen vetëm i Ramës, ka probleme me drejtësinë. Nuk është fenomen vetëm i Ramës, po hasë shpejt politikën shqiptare. Disa diplomat qeshin me argumentin e Ramës që problemi më të madh që pas ka Rama është që vendi nuk ka opozitë.
Po një opozitë të ambante qeverinë më në shina. Jo, Një opozitë e fortë. por Rama nuk ka nëjë kontribut për ta lejuar një opozitë që të zhvillohaj. Unë po them dalimin e madh që kishte Nano me Ramën. Nano hodhi tezën, do ndajmë pushtet për të bërë shtet. Kryetari KLSH-s zgjidhen nga opozita. Bordi Bankë Shqipërisë, gjysëm për gjysëm. Persona që zgjidhen sistemin e drejtësisë, me negociata, me presidentin Mejdani, unë bashkë me ish-kryetar në grupë parlamentar për të zbatmi topi. Pra, kishte check and balance. Tani janë gjitha pushtetet në një dorë. Dhe ka një tamat madhe për t'i pasur në të njëjtën dorë. Kështu që në këtë aspekt, më vjen keq, po legët si trashëgimia e Ramës, kush do jetë në raport me institucionet? A dini një gjë para se të vija këtu, pash një indeksin e lumturisë, e bërë nga institucionet ndërkombëtare. E dini që niveli nga 10, nga 1 në 10, Shqipëria ishte 5.4, Rusia ishte 5.9 dhe Ukrajina 5.4. Kjo është çështje. Ku janë arritjet? Se flasim për arritjet pa para. Ku janë? Sasia popullsisë që ka ikur është më e madhe, apo jo? Indeksi lumturisë na ndjer më keq se Rusia. Kjo se kemi një telefon në dorë, po të na heqësh dhe telefonin do na dalë edhe më keq indeksi. Po, braktisja po, arroganca qeveritare është e madhe. Tani ti përgjigjet Rama Benameta që ta ke pirë verë 33.000 euro. Sepse është e turshme që një kryeminist i një vendi të varfër pi verë 33.000 euro dhe banorët në zonën që unë i kam pasur, në Panajat Vlorës, 3 km larg Vlorës, kanë 7 vjetë që s'kan ujë. Vërnë blejnë ujë në Vlorë. Jo, nuk bëhet qeverisja si pas dëshirat tuaja. Për çaj duhet Ramës kopshi e den? Unë pyeta inteligencë artificiale, qa është kjo? Kjo është ambicie vetëm e sultanëve, ata që qeverisin në mënyrë sultanike. Edhe inteligencë artificiale? Po, inteligencë artificiale, jo ndjenjat e mia. Unë kritik jam për atë. Nuk shoh në një kryeministër në Europë që të ke bërë kopshin o den. Se bën se kanë kulturën e tyre, kanë historinë e tyre, kanë përgjegjësim përballë votuesve. Ç'është kjo qeverisje me ndjenja personale? Më pëlqen kjo mua dhe do bësh kështu siç them unë. Përsa kohë nuk kanë të tjerë që t'i kundërshtojnë, për shumë siç është rasti i opozitës. I pat listat e, besoj se keni ndjekur listat e kampi tjetër, Partisë Demokratike dhe aleatëve që i shoqërojnë në këtë koalicion. Si u duken listat? Ka emra me syre që ju i vlerësoni? 3 emra, po i them shpejt e shpejt se ka shumë. Okej. E para është kolegja Jorida Tabaku. Okej. Jo vetëm se mori mbështetje maksimale. Në primare. Po, por ju si gazetare keni parë që nëse ka një histori parlamentare në gjithë të periudhë, është komisioni i saj për incineratorët. Okej. Profesionalizëm maksimal, integritet maksimal, përballje profesionale me Ramën shumë profesionale, është doktori Ilir Ali Mehmeti. Që një deputet liste që unë e njoh Julianin, nga Kuçova i thoshte si guxon ti thua shifra kolegës Gylameti se ai është ekonomist e ti e doktor. Doktorët janë njerëz më të kualifikuar. Doktorët nuk janë për gjilpërë. Ai është doktor për politikat publike. Epidemiolog, po. Po, politikat publike i bëjnë ata, bashkë me ekonomistët, bashkë me sociologët. Ti nuk mund t'i thuash një njeriu. Jam i kënaqur që kam parë edhe në listë, pavarësisht se është me partinë e Zotit Basha, edhe Neil Demin. Po, Neil Demin, po. Një që shumë e mirë. Janë njerëz që rrojnë me shqetësimet, kanë zë publik, kanë zë në organizata ndërkombëtare, kanë mundësi të përmirësojnë politikat. Pra ka shumë veta, edhe në opozitë, edhe nga Partia Socialiste, që mund të bëjnë një bërtham të mirë. Problemi është hapësirat që u lënë liderat e tyre politik. Ju duket opozita se frymëzon dhe ka ngritur atë frymën që pas 12 vjetësh mund të vinë në pushtet? Shiko, opozita ishte në pikën e saj më të ulët. Dhe tani gjithë ajo sinergjia pozitive e krijuar edhe në bazë, jo në leadership, është fakti që kanë marrë një këshilltar Amerikan. Për mua është e pamjaftueshme. E para, e dyta, ndjek debatin që bëhet tani. Edhe sot e dëgjova zotin Berisha që thosh Partia Socialiste më ka vjedh programe. Ku ka vjedhë programi sot? Gjërat janë të hapura. Tani, po e tha njeri, do të thot tjetër, problemi është, a janë politika që prezanton zoti Berisha tipike të partive popullore europiane? Apo janë populiste? Dhe a janë politikat që përfaqëson Rama të socialdemokracisë? Okej,
Këtu dua të ndalemi në këndvështrimin tuaj. Si u duken këto programe? Sa të realizueshme dhe sa në përputhje me ideologjinë e forcave që i paraqesin? E para, ndarja ideologjike edhe në botë është bërë më mikse. Më mikse, një. E dyta, lufta që bëhet vetëm për votat, do ngrëm pensionet kaq, do ngrëm pagat kaq, do bëjmë të kaq, pa treguar reformat, se do thosh reformat, pasaj përdorimin e parave, se nëse nuk bëjnë reforma që krijojnë stabilitet dhe të jetë para në grop të zeza, ato nuk përmirësojnë gjë. Ka një përfitim të dash një shpërblim sot, të arrita sot 20%, pasaj të hëngra për 2 vjet me inflacionin. Duhet të jenë më të saktë. Partia Demokratike ka bërë një program me 5 kolona, por në debatin publik për mua unë nuk pajtohem dhe vë bast profesional që politikat e saj fiskale, aty ku jam ekspert, jo do bëjmë taksën e sheshtë, jo do ulim të vëshën 15%. Pra, kanë politika që do ulin të ardhët, kanë dhe politika që do rrisin shpenzimet. Kjo është formula me keqe që vëndit të shkojnë në një bosh të madh. Sepse pretendojnë që duke ullur taksa do mbletin më shumë. Jo, ata e aplikuan taksën 10%, që të kompensosh ulljen e taksave, duhet të rritë shëritin ekonomike. Po në qofë se Shqipëria është me rritje ekonomike 3.5-4%, e ka të pa mundu që 3 vitet e para të shkoj lartë. Atere kjo do ndodhë si ndodhi në 2013 me Partinë Demokratike. 2009-2013 aplikoj taksën e shesh, ta do mbledh më shumë para, nuk mblodhi para, nuk e rriset do deficitin, dhe qa bëri, nuk pagonde të vëshën, nuk pagonde bizneset, u kryua zinxhiri borxheve të këqija në ekonomi, dhe ekonomia shqiptare ishte gati në një krizë borxhesh, sa FMN-ja erdhi dhe e bëri qartë. O do ta zgjidhni këtë gjë, o s'ka. Ose të vëshën, to do ta ul 15%. Po nga 20-15% është shumë e madhe. Unë si ekonomist me atë që lexoj dhe modelet që pëlqejnë është le të kemi taksa unike, është 20, po, ndihmoj shtresën e varfët dhe të mesme, po jo të ma falësh dhe mua, se unë s'kep se të ma falësh të vëshën mua, të ma bësh më të ullët. Ose të ta bësh për grup produkte, që kanë direktivat e të vëshës Bashkimit Evropian. Shportët, ose për grupet caktuar sociale. Kjo bujaria e madhe që do ulim taksa, do rrisin shpenzimet, është opcioni më i keq që vëndi shkon në një krizë buxhetore. Po programi Partisë Socialiste? Partia Socialiste sa ka avantajet, ka dhe përgjegjësitë, sepse ka qeverisur 3 mandate. Dhe nuk e kam parë që tek pjesa e taksave të përgjithshme të premtoj në një ulje, por problemi që ka Partia Socialiste është problemi i borxhit të panjohur, i cili në një mënyrë ose në një tjetër do t'i rëndojë Shqipërisë, sepse ne nuk e dim realisht cilat janë kostot e partneritete publike private preferenciale, pra nuk janë në një konkurrencë. Sepse karta që përdor Partia Socialiste është që thotë ne kemi ullur borxhin. Në raport me ato që kemi marrë në 2013. Patjetër që çdo qeveri duhet ta ullë, por ullja më e madhe vjen nga ullja e euros. Dhe luhatja e euros nuk është në dorë as Partisë Demokratike as Partisë ashtu. Bile këshillohet, sepse çfarë ndodh kur ulet vlera e borxhit nga ulja e euros ose moneda të tjera, qeverit bëhen më doleshuar, edhe argjojnë më shumë. Momentin që euro ngrihet, atëre ngrihet automatikisht edhe bara e borxhit. Për shembull, pjesa e shpenzimeve që shkojnë për borxhin ka një rritje të madhe, pavarësisht nga ulja e borxhit në tërësi. E kuptoj. Zoti Male, ju e njihni shumë mirë qarkun e Vlorës. Qarku i Vlorës, qarku i Fierit, Tirana, konsiderojnë paktën nga socialistat ato qarqe që do të bëjë diferencën e madhe. Mundet të jetë kështu, të paktën duke parë vetëm programet dhe emrat e kandidatëve që janë në lista? Unë mendoj Tirana ka më shumë hapësira. Vlora me rezultate që ka pas të më pashme, pavarësisht nga këmbgulja e Ramës, që duhet marrim akoma më shumë, e ka arritur atë pikën e shtrydhjes. Nuk e di që në qoftë se Rama llogaritet i ka bërë pasi ka takuar 100 të rinj të penduar Partisë Demokratike që parapëlqejnë qeverisjen e Ramës. Dhe nuk e di ku e ka bërë atë takim, sepse mund të jetë edhe një nga elementet e spakut për hetim. Pse? E di Rama. Ju e dini që se ku e bëri vendin, as e transmetoi atë, vetëm ta takova 100 penduar. Keni informacion? Patjetër, unë me Vlorën jam i lidhur me zemër. Ku e ka bërë takimin? E di Rama. Nuk mund kemi asë një indicie? Po, ju si gazetar mund të gjeni vetë edhe në Vlorë, se vlonjatët flasin, nuk jam frikacak. Po nuk më takon mua. E kuptoj.
Po lista e Partisë Demokratike, si ju duket në Vlorë? Shiko, nuk është se kam ndjekur nga afër. Me zotin Leska që rikthehet dhe që për demokratët konsiderohet si një makineri elektorale. Unë e njoh bujarin, e di që ka peshën e tij në Vlorë, por si çdo gjë tjetër, të gjithë kanë konsumin e tyre. Nuk flasin për pjesën fanatike. Pjesa fanatike nuk i... Janë po. Nuk ka shumë. Nuk i mjafton as Partisë Socialiste, aq më pak Partisë Demokratike. Zoti Male, ju thatë përmendët pak më parë duke bërë një krahasim të Edi Ramos me Fatos Nanon dhe tha që ne në atë kohë filozofia e Nanos ishte që ndante pushtet. Jo vetëm filozofia, edhe hapat konkrete, të përmenda 4 hapa. Po, hapat konkret që shkonin në përputhje me filozofinë. Kur ti ke gati pushtet absolut, siç ka kjo mashorancë, është më e lehtë për të kontrolluar dhe për të marrë një fitore tjetër, apo kthehet në një lloj bumerangu sepse mund të sjellë konsumimi, arroganca e pushtetit, mund të sjellë urrëtie në masë, e ndoshta pa e kuptuar mund të jetë një vot kundër. Duke pasur kohë se jam pensionist suplementar, më do të lexoj shumë për politikën. Bile po bëj një libër, inshallah arrit ta botoj, një libër para 11 majit? Para 11 majit për integritetin politik. Është një shprehje Mark Twain, i cili thotë: politikanët dhe pelenat duhet ndryshuar shpesh dhe për të njëjtin qëllim. Sepse bëhen pis. Po Edi Rama me këtë filozofi thotë unë ndroj shumë shpesh. Jo vetë. Politikanët. Jo vetë. E po i bie pasaj që nuk është politikan, është i dërguar i Zotit, kështu. Nuk e di çfarë emri duhet i vëmë se varet nga përkatësia fetare që ai preferon, se i ka të treja. Mbetemi këtu. Okej. Ilir Meta në burg. Unë nuk i dëshiroj të keqen asnjëri dhe aq më tepër në kulturën time si parlamentar 16 vjet edhe si ministër 6 vjet. Unë bazohem faktin që ai që nuk është dënuar me një vendim të fortë të prerë, prezumohet i pafajshëm. Për shkak të karrierës së gjatë që ka pasur Ilir Meta, për shkak të networkut të mbështetësve të tij, për shkak të faktit se ndodhet në një gjendje të vështirë, unë besoj që do marrë vota. Dhe mandatin e tij do ta marrë. Pastaj sa shumë do ta marrë, nuk e di. Ishte strategji e duhur dalja në listë e hapur e zotit Meta për të mobilizuar partinë, ndoshta? Patjetër, shiko, partia e Lirisë vështirëse do të arrijë në kuotat që ka qenë. Por në kushtet që Berisha ka shqetësimin e gryerjes së partisë së tij, në një aleancë publike me Metën dhe me partitë e tjera, do që të paktën ai të marrë një shumicë votash që të jetë më e madhe se sa ato, edhe po si fituese. Sepse në lidershimin e partive politike vepron ai mentaliteti që për mos ta futur ngrinjen partisë, aq më tepër kur janë gjatë në opozitë, qofse lideri aktual ka marrë më shumë se zgjedhjet e mëparshme, ai nuk rrezikohet që të vendoset në vot besim në qoftë se nuk jetë dorë që mbet. Okej. Zoti Malaj, nëse vazhdoj edhe flas sërish për listat edhe për opozitën, duket një lloj ndëshkimi nga ndërkombëtarët, edhe raporti Dar që përmendi specifikisht rastin e zotit Berisha, po përpiqen ndërkombëtarët pastrojnë klasën politike shqiptare? Shiko, unë kisha shpresuar shumë, pasi se thash, Berisha është njeriu që mua më dhëmin akoma shfaqet e mia nga akuzat, nga më të tmerrshmet, që nga 82 viktimat në Otranto, edhe deri të gjitha akuzat e tjera më të këqija të botës. Po kur vjen puna si njeri dhe si një politikan ose si njeri që dëshiroj që agresiviteti partijak në vendin tim të ulet, sigurisht që ata e kanë të vendosur që ai do të ketë këtë status. Ky status ka dhe të tjerë në Shqipëri që e kanë marrë, edhe vazhdojnë në jetën politike. Dhe marrin. Po, dhe problemi është nëse do të mbrisë Shqipëria si në rastin e Bosnjës së Hercegovinës, që i shpallën të bë non grata, i çuan në proces gjyqësor, i dënuan dhe pastaj ta u arratisën. Edhe kryetari i Republikës Sërbe, presidenti të Serbisë edhe kryetari i parlamentit. Duket që besë do të kemi pasur që Bosnia ka një element geopolitik, sepse është pjesa ku është fokusuar ndikimi geopolitik për ta shpërbërë dhe për të hapur kutinë e Pandorës.
sepse Rodik gjithmonë kërcënonte që unë do të shkëpus Republikën Sërbe. Mi po pasaj aty janë kroatët, janë sërbët, janë bosnjakët, dhe pasaj ajo është domino. Dhe ndërkombëtarët e kanë marrë vendimin që ne nuk e hapim kutinë e Pandorës. Kjo është edhe një nga gabimet që bëri Thaçi, presidenti me shumë merita i Kosovës, që në kundërshtim me atë që i kërkonte kancelarja gjermane dhe gjithë politika evropiane që mos e hap kutinë e Pandorës, u nis për të firmosur për shkëmbim territorësh dhe u arrestua të shkallët e avionit. Zoti Malaj, në intervistën e fundit ne kemi folur për mjaftin dhe për Erion Veliajin, i cili sot është gjithashtu pas hekurave. A do tjetë një kosto, mendoni, për Partinë Socialiste, burgosja e Veliajit? Duhet të them që prapë edhe për Veliajin, sepse si do që tjetë ishte një politikan i ri, kishte mundësi ta menaxhonte më mirë, gjithë karrierën e tij dhe ambicjet e tij, ti menaxhonte më mirë, më të kufizuara, më të kontrolluara. Por ai patjetër që ka statusin që nuk është i dënuar, konsiderohet i pafajshëm. Ashtu si që unë e vlerësoj, duke parë dhe zhvillimet që po ndodhin në bashkinë e Tiranës. Duke parë edhe kujdesin deri jo ligjor të Ramës për të drejtuar direkt ose indirekt bashkinë e Tiranës, se nuk shkon kryeministri 7 herë në një bashki. Nëse ka problem të rret të komanduar në bashkisë atij është kryeministri i vendit, le të jetë kryetari i Partisë Socialiste, sepse po komunikon me një strukturë institucionale, pushtet vendor, pushtet qendror. Po ndoshta është pyetja që shtroni ju. Unë nuk besoj se influenca e Veliajit do ta rrezikoj fitoren e në një qark të madh si Tirana. Por influenca e tij do ketë efekte në Tiranë. A do arrit deri që të heq një kandidat apo jo, edhe pa angazhimin e tij, edhe sikur të bëja ai thirrje. A mund të mendojnë mbështetësit e Veliajit që Rama e ka braktisur Veliajin përtej retorikës politike? Shiko, ne nuk kemi parë në media mbështetës apo miqtë zotit Veliaj, deputet Partisë Socialiste të dalin në mbështetje të tij. Nuk është e nevojshme të dalin, puna është çfarë do ndodh. Si do menaxhohet pa kënaqësi, se që ka pa kënaqësi, patjetër që ka pa kënaqësi. A e kanë me Spakun, a e kanë me Ramën, a e ta ndash tani, sa e kanë me njërin dhe sa me tjetrin. Por që sigur vetëm mos pjesëmarrje aktive në fushat për të krijuar sinergjim pozitive, ka një kosto. Ka ministra që duhet përfundojnë në dyert e drejtësisë në këndvështrimin tuaj, zoti Malaj? E para nuk më takon, e dyta nuk e dëshiroj për asnjë. Por aman, kushdo që... A kanë abuzuar në atë nivel që duhet të japin përgjigje? Janë akoma më të mëdha se sa duken si përfaqe. Unë jam ekonomist, pavarësisht, ditë kuptoj shifrat shumë mirë, ditë kuptoj proceset e prokurimit shumë mirë, ditë kuptoj favorizimet shumë mirë. Është, do të thënë, ka akoma shumë për të pastruar babëzin në qeverisin e vendit. Është në nivel shumë të lartë? Shumë i lartë, shumë i lartë. Ndjes për pyetje naive, por dikur, ndoshta edhe para disa vitesh, thoshin, këta nuk janë socialista, janë specialist. Çfarë ndodhi me këta specialistët e PS-s që kanë abuzuar dhe në dokumenta edhe në shkresa vihet re. Për shembull, më kanë thënë drejtues të KLSH-s që edhe kur lexonim dokumentet edhe ato që ishin firmosur, edhe po t'i mblidhim me makinë llogaritë dilte vlera shumë herë më lart. Pra edhe kështu, llogaritë të thjeshta fare, edhe kështu ishte abuzimi. Atë ka thënë zoti Pjetër Arpnori, një politikan i nderuar i të djathës shqiptare, që unë e doja dhe respektoja. Ndërsa pyetja juaj, shiko, në PS ka edhe kështu njerëz të sinqertë. Nuk kam dyshim. Një deputet i PS-s kur doli në emision te Blendi Fevziu, tha ne do vjedhim, ta po do vjedhim ndryshe. Por nuk tha për sasin, tha për mënyrën. Zoti Shalci. Se di, nuk e mbaj mend. E mbaj mendun se. Mi më fal, nuk është. Okej, partitë e reja. Partitë e reja të cilat do të garojnë në këto zgjedhje. Futen me një moto, do të largojmë të vjetrën dhe do të vim ne të rinjt. E para si u duken, dhe e dyta, sa reale janë edhe të besueshme janë programet e tyre elektorale? E para, sinqerisht, Shqipëria ka nevojë her pas here edhe për iniciativa të reja politike. Problemi është kredibiliteti i individëve, sepse kredibiliteti është gjëja më e madhe
Dhe e dyta është përkushtimi dhe treta është kompromisi. Ajo që më shqetëson mua dhe unë uroj të gjitha ata, bile duhet jemi me njohës që ata marrin risë, të bësh një parti politike, të përballësh me mazhorancën, të përballësh me opozitën që nuk do që ti marrësh qoftë edhe një vot, nuk është gjë e lehtë. Por ajo që mua më shqetëson është ideja që ju përmendët që nëse ata gjithë teorinë e tyre ose si thosh mesazhin e tyre politike kanë do heqen të vjetrit. Tani populli u binde edhe nga mjafti dhe nga partitë e tjera që të rinjt rezultojnë më të papërgjegjshëm se sa. Kështu që nuk është ndonjë gjë, nuk është e shqetësueshme që thuash ajo që do i sjellun këtij vendi është që do heq të vjetrit. Si heq dot? Mos u merr me individët, flasim për partitë politike, pastaj individët vënë vini. A shikoni ju skema të ngjashme si me mjaftin? Dhe dyta që nuk arrin kompromis dhe kanë shumë sherrë të përditshme me njëri tjetrin dhe njerëzit lodhen, njerëzit humbasin besimin. Humbja besimit është që reduktim votash. Se nuk është e thënë tani që të bash dosjen thuash ai më çau në emisione unë po vetet e spaku. Ti je në fushat. Po. Njeriu toleron, bëhem më vonë. Nuk është e nevojshme të zihesh në miting se kush do flas. E bëj këto për kapital politik kam përshtypjen. Ne ndjekim gjithçka në rrugëgjore, zoti Lapaj me zotin Sheaj. Unë them kam parë dhe këto grindjet e vogla me njëra tjetër është edhe mungesë përvojë në leadership. A ka skemë të ngjashme si ajo me mjaftin pra për të ndihmuar disa individ që fillimisht krijohen si shoqëri civile, pastaj ndihmojmë që të bëhen një forcë politike? Po këta u bën direkt forca politike, ndërsa mjafti ishte një projekt që u eksperimentua në Afrikë, u eksperimentua në Maltëzi. Këta krijuan disa protesta, patën një lloj zëri publik për para. Po jo ai të organizuar sa mjafti. Okej. Dhe mjafti bëri një gabim që të vuajtë këshilluan në eksperiencat që kishin ndërkombëtare, që vazhdonin pak më gjatë, duke marrë me problemet e njerëzve dhe mos vraponi për të futur me njërin politik. Mjafti u fut në politik, mori vota 0.67%, po aktualisht sot, dhe unë them që është një projekt ndërkombëtar, ka 67% të qeverisë. I ka akoma? I ka një pjesë më të madhe, po ti marrësh... I ka ende në listat e kandidatëve për deputet? Se unë di në qeveri që kanë kaluar njëri pas tjetrit, pastaj se i merr dhe i heq është tjetër gjë. Por ata kanë qenë në lista votimit të mjaftit, 2013. Dhe unë kam marrë në Vlorë 6 herë më shumë se mjafti, si individ. Po. Se ka të bëj me elektoratin, e do, e respekton, nuk e gënjen, i thuj të vërtetët, me idenë tjerë që është një frymë e re, do na mane, do na çojë në majat politikës, është shumë e vështirë. Sali Berisha e mbështet se retorikën e tij tek Sorosi është shumë. Sa prezent ka qenë Sorosi në politikën shqiptare, zoti Mala, edhe në gjithë kjo lloj retorike në elektorat? Shiko, e para dhe mbi të gjitha, Berisha këtu kopjon 100% Trumpin. Okej. Po të shikosh vendimet e qeverisë Berisha, po të shikosh marrëdhëniet e Berishës me Sorosin, po të shikosh projektet që ka pas Sorosi në Shqipëri, sa të rinj kanë shkuar në përshkolla, sidomos në Bullgari dhe këto projektin për modernizimin e shkollave, ne kemi bashkëpunuar edhe në konton me Sorosin. Dhe ka goxha projekte. Tani ka një gjë që mund të ketë pasur sipas Trumpit një orientim për këto agjendat për cilat Musk thotë unë uroj Sorosin se fëmia im ishte nën influencën e Soros që është ka ta ndisur sot ashtu. Pra, aty kopjon Trumpin, po nuk është se i ka argumentat plota. Nga ana tjetër, gjua politike e Ramës me buf kneta, nuk e di, jemi në vitin 2025. Ne i ndjekim televizionin gjithë debatet politike dhe vendet tjera, demokratizuar dia. Unë nuk kam parë lider politik me këtë fjalor politik në fushat elektorale të kërkojnë të marrin vota. Jo, ne duhet të militizojmë. Ja kanë sugjeruar Ramës, mendonim? Është një strategji politike? Unë besoj ajo që ju thash dhe para emisionit, që këta merren me atë smundjen që ka demokracia sot në botë, që marketingun politik e kthejnë në marketing tregtar. Pra Rama do të di që sa me këtë lloj gjuhe e klikojnë në rrjetet sociale dhe sa nga ata të lëkundrit e rinj e kështu e pëlqejnë këtë snobizëm edhe. Po nuk është kjo mënyra për të bërë ti politik në vendin tënd. Mendoni zoti Malaj se do të ketë arrestime të tjera përpara 11 majit? Që mund të ndikojë në rezultat? Shiko, unë besoj vetëm një gjë, që SPAK është, si thua, në fillim të rrugës, jo në fund të rrugës. Në fillim të rrugës. Pastaj se para, rrezikon të zhbëhet pas 11 majit? Ja. Ja. Jo shikoni që ekspertët e Shtetet Bashkuara të Amerikës u kthyen. Ju e parë që me njerë sa u kryua debati që SPAK po zhduket,
Bashkimi Evropian dha garancinë që mbështetjen financiare japim ne. Duhet kuptojmë një gjë, që mbështetjen për funksionimin e tij të përditshëm. S'pak e ka nga buxheti shqiptar, nga taksa paguesi shqiptar. Ata paguajnë vetëm këshilltarët, ekspertët, ata që marrin dosjet, i posthitin dhe thonë tani është gati për nëngjyq. Keni një këshill për socialistët e vërtet që garojnë në listat hapura në 11 maj? Unë tani zëmra ime re majtas, në 2005 ne kishim një slogan politik që e përdori partia politike dhe ishte nanon qendër. Kush e ka zëmrën majtas të votoj majtas. E kam detyrim i njohës. Shiko, unë jam në gjithë karrierën time politike, unë jam mbështetur nga socialistë e thjeshtë. S'kisha as rrënjë familjare në politik, por kisha integritet. Keni shumë kolegë që ju kanë marrë socialistë, që janë garojnë, që ju kanë marrë një mendim që konsultohen. Dhe unë jam i gatshëm të flas, të punoj, edhe do pasish nga vredjet për lidershipin e PS-s. Unë për PS-n do votoj. Jo se jam hipokrit me këto kritika, po sepse më dim se në ata njerëz të cilës kam përfituar asgjë dhe të vriten shpirtërisht që ne këtë njeri e mbështetëm 20 vjet në politik, ishte në postet më të larta në parlament dhe në qeveri dhe tani për një qepmbetje. S'kam qepmbetje individuale me Ramën. Ramën si individ është mirë me atletet e bardha. Rama si kryeministri i Shqipërisë. Ku ka qenë komunikimi i fundit që keni pasur me Ramën? Me Ramën? E mbani mend? Me sa mbaj mend tun kur më shkuat një herë për t'i dhënë një konsulencë për një projekt që kishim propozuar ndërkombëtar. Dhe unë i bëra memo me një herë. Gjatë mandatit parë, të dytë, të tretë? Pasi më kishte hequr dhe nga Banka e Shqipërisë, nuk mbaj natë personal, vendin tim e dua. Të shkruajti personalisht? Më kërkoj, po. Ju falenderojmë pas? Nuk kemi se kemi marrëdhënie armiqësore me njëri tjetrin, po kemi një ndarje thelbësore. Po për programin tani, ju kërkuan mendim? Ja, tani jasë. Unë programin që kam bërë në 2005, po ta kisha dërguar fotografinë këtu, pas me është thelbi i fushas elektorale socialistëve, kohezion social. Gjithë të tjerat pasaj, po nuk mbritën tek atje, që njerëzit e varfër të trajtohen me një lloj, si të thuash, trajtimi prioritar, mos ndjen braktisur. Qofse politikat e Partisë Socialiste nuk e fuqizojnë klasën e mesme që shërben dhe për ekonominë dhe për demokracinë, qofse nuk ka kohezion dhe solidaritet social, vendi gryhet, demokracia gryhet dhe autokratikët dhe deri dhe diktatorët e arshëm gjenë ambient favorizuar, se kështu duan ata, kur është sa më keq jetë populli, aq më shumë ecin ata lart. Zoti marrë edhe një pyetje të fundit. 12 maj në Shqipëri si e shikoni? 12 maj në Shqipëri, lajmi më i mirë do të ishte që kur PS-ja fiton, Rama të prezantoj shqiptarëve, ka detyrim strategjinë e tij, exit strategji themine, si do dalë nga politika, se është mbërthyer nga vetvetja. Njerëzit që e rrethojnë dhe që e mitizojnë Ramën janë ata që do ta gryejnë më njëherë dhe do ta detyrojnë që të ketë, nëse nuk do të largohet nga politika në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Edhe pse mund të fitojë një mandat të 4, duhet të largohet nga politika? Patjetër, të vendos, të jap dorëheqjen sekretar partie, të jap frymare Partisë Socialiste, të shoqërojë edhe një vit qeverisjen, ta lëshoj, ka Shqipëria dhe socialistët plot. Ideja e batonit. Dalloni shenja lodhje te kryeministri? Po jo, unë e lexoj me kujdes dhe lexoj në përreshta. Vetë Rama ka thënë që Partia Socialiste mund të jap një femër, një vajzë, apo jo? Po. Ishte edhe projekti atëherë që edhe në dhe dyta bashkëdrejtohej nga një burrë. Shpeshherë ka thënë që ndjehemi i lodhur, shumë i lodhur, dhe realisht pushteti i zgjatur të korrupton dhe të lodh. Dhe treta, liderat që nuk kanë pas një exit strategji, janë liderat që e kanë përfunduar më keq karrierën e tyre politike. Kështu që ky është një këndvështrim dashamirës. Se çfarë do i shkruajnë Ramës me SMS, se çfarë tha malet e pranvera nuk më shqetëson fare. Përdesa në shpirtin tim nuk ka dashakeqësi për asnjë, përfshirë dhe Ramën, nuk kam frikë të shpreh mendimet e mia. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për ritmin, për energjinë edhe për opinionet. Faleminderit shumë zoti Malaj që ishe në këtë pjesë të parë të Kuapadis. Faleminderit për filxhanin tuaj që do ta kem në kujtimet e mia. Patjetër, me shumë kënaqësi. Ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe në pjesën e dytë të emisionit do të jemi me deputetin e Partisë Socialiste, i ka ngelur edhe pak muaj zotin Lavdrim Krashi.